Diçka nuk ishte në rregull, dhe ajo që zbuluan më pas është tronditse. Një çift britanik, Beth and Laura, vendosën të kenë fëmijë përmes metodës in vitro. Zgjodhen me kujdes një donator, madje kërkuan që të ishte i njëjti për të dy fëmijët. Gjithçka dukej perfekte, derisa lindi djali i tyre. Diçka nuk përputhej. Pamja e tij ishte ndryshe, a kishte bërë gabim klinika. Shiko video deri në fund, kjo histori do të lërë pa fjalë. Ata bën test ADN-je dhe rezultati ishte shokues. Nuk ishte donatori që kishin zgjedhur, fëmijët nuk kishin lidhje biologjike mes tyre, por kjo ishte vetëm fillimi. Ky nuk është një rast i izoluar, të paktën 7 familje të tjera kanë ngritur dyshime për të njëjtin skandal në klinikat in vitro në Çipërën Veriore. Një vend ku trajtimet janë më të lira, por mbikëqyrja është shumë e dobët. Klinika në fjalë nuk ka dhënë përgjigje të qarta, ndërsa personeli mohon përgjegjësinë. Por faktet janë aty, testet e ADN-s nuk gënjejnë. Ekspertët paralajmërojnë, kur këto raste ndodhin më shumë se një herë, nuk është më rastësi. Mund të jetë neglizhencë ose edhe mashtrim. Megjithatë, mes gjithë kësaj tronditjeje, një gjë mbetet e fortë. Ne jemi ende një familje, edhe nëse nuk na lidh gjaku.